E di si është puna. Disa njerëz ju kanë ngel akoma themin e sahati, ke bira pa alkool, po si ka, o vllai, bota ka ecë përpara, alhamdulillah. Tani ka dal verë pa alkool, ka dal shampanjë pa alkool, ka dal kjo gjoja tjetër pa alkool që do i shohim gjitha bashkë tani me shpresën e Zotit, me që jemi duke ardhur dhe me Bajramin, do t'i shohim bashkë gjërat, po edhe përtej kameras do të merrni dhe ofertat inshallah taala. Atëherë, kjo është bie, mashallah. Kjo është shampanjë me florin mrena. Kjo është shampanjë halal. 0, a mos na çap vesh. Jo po bira pa ju, o valla 0. Jo pa e ka emrin, pra po Zoti atë verën e xhenetit si e quajti, long rushi e quajti, që mos i përgjithson të verës saj bote. E quajti verë, ama është pa alkool. La goulun fiha, nuk ka alkool në të. E i Zoti më. Kurse kjo o habibo është një gjë shumë interesante. Kjo quhet bismillah. Shifre vetë mo. Mos. Limoncello quhen ato produkte aperitiv pa alkool. Linja e gjinit, aperolit, limoncello, çdo gjë pa alkool. Allah ta shpërblet habibo, shif si e ke këtu habibo 0.00 e certifikuar halal. Edhe 0 sheqer. Edhe 0 sheqer. Po. Mashallah. Do të thonë disi kalohet Bajrami ose ditë nuk e besoj ditë, po këto që quhen këto dasmat e fejesat e gjona, as haram, as gjëra kur ke halalin këtu. Se ta o hosh ta haj qik buk, ta se ngeli të hongër mish. Po që të ke që ka mishi, s'ka gjota, po është shtrejt ta. Halal e rëbia ta është shtrejt ta. Kështë është edhe kjo punë. Ta një është edhe kjo e fundit fare, shivi qik të habibo, se kjo është pera, dhe më thënë halal e certifikuar, është e kuqja kjo. Dhe shampanja. Kjo është vera po shampanja? Kjo është vera dhe shampanja është e tjerë. Kjo është shampanja, po ka dhe bardhë. Po të bardhë roza kalinë. Dhe kjo është shampanja pa alkool, 0.0 shifi qik. Brava është halal. Shifi qik të halal. Pra çdo gjë është e certifikuar halal. Unë gjithmonë o Habib e them kështu. Jemi në një kohë që njeriu mund të ruhet prej haramit me shumë lehtësi të madhe. Pse? Sepse ka dalë halal i haptas. Këtu ka dhe paketa dhe ka oferta. Habib, bëj një pyetje. Ata që, domethënë, e shohin këtë, a kanë oferta, a kanë diçka kështu speciale që do ta bësh ti me rastin e Bajramit, me rastin e Po çdo paketim, sidomos edhe Goldi, shampanja Gold që është pak më festive për Bajram, është do jetë me ofertë, do jetë gati 30% mulje. Bravo, mashallah. Kështu që do jetë përfshime dhe pjesa paketimi, pra kush do dhe për dhurata, paketimi do jetë falas. Mashallah. Pjesa paketimi dhe sigurisht tonerohesh edhe kur çoni produktet e njerëzit e dashur juaj. Kështu që alhamdulillah keni me ofertë. Bravo, atë edhe pyetje tjetër. Ka kështu delivery? Delivery, patjetër. Vetëm adresën jepni edhe çdo gjë ju vjen në shtëpi. Mashallah. Si në Tiranë dhe në Bërë. Atëherë unë po bëj tag edhe po bëj collaboration të faqes tuaj. Edhe me shpresën e Zotit e keni këtu. Allah ju rrit, Zotin e roft, edhe do të jap edhe numrin e WhatsAppit lart atij vllajt që merret me menaxhimin e situatës. Ju du fort gëzuar Bajramin, e ja kalofshi sa më mirë, edhe gëzofshi sa më shumë, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Selam aleikum.